Mirëmëngjesi, zotri Gruda, me shpresën që tashmë po na dëgjon. Mirëmëngjesi, po ndëgjoj. Regjia, lutëm, ja rrit pak zërin këtu në studio. Atëherë, zotri Gruda, cila është gjendja aktuale në komunën e Drenasit? Pavarësisht që 2 ditët e fundit gjendja është më stabile dhe është më e mirë. A ka pasur dëme në shtëpi, në biznese, ose cilat janë ankesat më të mëdha të qytetarëve, po ashtu edhe të bizneseve? Po, kemi pasur dëme, mund të themi dëme të mëdha. Gjendja për momentin është e mirë, jemi duke bërë vlerësimin e këtyre dëmeve. Dëmet kryesisht janë tek ekonomitë familjare, kemi dëme në bujqësi, por kemi një numër të madh dëmeve edhe tek personat ose tek bizneset. Si po veprojnë ekipet emergjente? Kanë dalë në teren, kanë marrë diçka statistika? Po, afër 200 kërkesa për vlerësim të dëmeve kemi deri më tani. Kemi 3 ekipe, të cilat ekipe janë të ndara. Një ekip është duke bërë vlerësimin e ekonomive familjare, një ekip tjetër është duke bërë vlerësimin e dëmeve nga bizneset dhe ekipi tjetër është duke bërë vlerësimin e dëmeve bujqësore. Ato janë teren, çdo ditë po kryejnë, domethënë dita e tretë sot që do të dalin teren, kanë dalë edhe javën e kaluar, mirë po ka ende për të kryer, ose për të filluar. Mirë po, sa është e gatshme komuna e Drenasit me përballu gjithë këtë dëm material që është bërë atje? Deri këtu ja kemi dalë me forcat tona. Ditën e parë kemi kërkuar ndihmë edhe nga AME për shkak të përbave të cilat ata e posedojnë, sepse e kishim në gjendje kritike, e kishim qendrën e transformatorëve. Na kanë ofruar ndihmë edhe FSK dhe tjera, por nuk kemi pasur nevojë, domethënë ja kemi dalë me forcat tona. Mirë po, tash e tutje, saj për këtë dëmeve materiale, është e gatshme komuna t'i kompenzoj pothuajse të gjitha, pavarësisht që dëmet janë shumë të mëdha edhe me gjas është një shumë bukur e madhe. Komuna e Drenasit nuk ka fond emergjent. Vlerësimet të cilat do të bëhen nga ekipet që janë në teren, do të vinë me një përfundim ose raport përfundimtar i cili do të miratohet edhe në Kuvendin e Komunës së Drenasit dhe sigurisht do të përcillet për qeveri për kompenzim, pasi që Komuna e Drenasit nuk mund të bëjë kompenzimin e këtyre dëmeve të shkaktuara. Nuk është fondre. Sigurisht, mirë po në rast se ndonjë situatë tjetër, në rast se kemi prapë ndonjë situatë tjetër, ka diçka ose janë përgatitura ekipet? Ne si komunë me gjitha ekipet emergjente jemi në monitorim të situatës dhe sigurisht me kapacitetet tona do të dalim në ndihmë. Mirë po në rast se vije deri te një shkallë më e lartë, sigurisht do të bashkëpunojmë edhe me organet tjera. Mirë, atëherë zotri Gruda, unë uroj që gjithçka të shkojë mirë atje, edhe me shpresën që kur të lidhemi herave të tjera për ndonjë arsye më të mirë, kështu jo të flasim për këto dëme që janë bukur të mëdha, sidomos në komunën e Drenasit, edhe me shpresën që gjithçka do të shkojë mirë, edhe të keni një menaxhim sa më të lehtë atje. Faleminderit për interesimin edhe kujdesin që keni treguar gjatë këtyre ditëve, punë të mbarë juve. Patjetër, për atë jemi ne këto. Gjithashtu faleminderit juve, punë të mbarë.